A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shana falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona e dërguar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, jemi me hadithin e 6 nga libri Umdatul Ahkam te kaptina e pastërtisë. Transmetohet hadithin nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna bit-turab." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse qeni pi ujë apo pin me një enën e ndonjërit nga ju, le ta laj atë enën 7 herë, një prej tyre me dhej. Nëse ndonjë qen pin ujë apo ligat e tij bin me një enë, nuk i lejohet muslimonit ta shfrytëzon çat enën që ka hongër apo ka pi qeni, derisa ta lan atë enën 7 herë, një nga to me dhej. Çka në kuptojmë nga ky hadith? Fillimisht e para se qeni është i papastër dhe ligat e tij janë smuje për njeriu. Argumentohemi me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, el kelbu nejis, qeni është i papastër. Nuk i lejohet një njeriu të mban qen në shtëpi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai cili mban qen në shtëpi, çdo ditë prej tij i largohen nga shtëpia e tij, nga sevapi i tij, sa një kodër të uhudit me sevap. Në atë shtëpi që ka qen, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në atë shtëpi nuk hin me laçet, në atë shtëpi janë shejtant. Kjo është mesele e dytë. Mesele e tretë, nuk i lejohet muslimonit me shit një qen. Themen el kelb, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, khabith. Çmimi i qenit, pazarllëku i qenit, fitimi nga qeni, thot pasuria e tij është i papastër. Është nejis. Andaj nuk ka vlerë te Allahu xhalla shan. Nuk i lejohet një muslimonit me shit një qen. Atë fitimin që ka nga qeni, thot pejgamberi alayhi sallam, në atë fitim nuk ka bereqetaj. E tash, a lejohet në raste të veçanta me rujt qen një njeri nëse ka nevojë. Ama jo ato qen që kanë dvegjil, që ka ti dush mu kujdes. Por ata qen që ka nevojë gjuetia, që ka nevojë baktit, edhe qeni i rojes që ka të arrunë shpijen, nëse ki nevojë. Për ndryshe, nuk i lejohet një musliman me marrë një qen edhe me shti në shtëpi, se i paksohen se vapët, sa një kodër të uhudit i largohen nga shtëpia e tij, por edhe në shtëpi nuk ka me laçe. E nëse tash ndodh je jashtë në shkretin, në mal, dikuni, edhe e kimnuat sahanin me ëngrë bukë, edhe vjen qeni, edhe i shtin turit, edhe lëpin atë qenin apo hanga qeni, andaj ti e ki për obligim, nuk i sa në tjetër, e ki për obligim me marë edhe me la 7 herë një nga to me dhej. Po nëse nuk i dhej, këtojnë ulemat, këto janë dy mendime, disa për ulemave thonë që nuk ka mundësi jargat e qenit, ligat e qenit mu largue, për pos me dhej, kurse një shumis apo një pjesë ulemave thonë, su kërse është edhe Ibn Bazi rahmetullah alej, thotë nëse kam mjetet tjera, detergjenda, që e largojnë ato ligat e qenit, lejohet për një musliman, ose me morat enën me shtien maqinën e enëve, me la, ose me marrë ndonjë sapun, ndonjë detergjent tjetër, me la një nga ato, edhe 7 herë pastaj me marrë me ujë edhe me largu. Edhe duhet me pas kujdes, edhe një mesele tjetër. Nëse ligat e qenit dhe bijnë të teshat e tuja, në trupit tanë, nuk lejohet ti me qëto pantulle mu falë. Duhet qëto pantulle me shkue edhe mila. Ose në atë vende, në atë sejadën ku ti bje namaz, falesh.
nëse bin ligat e qenit me qatë vend ku falësh, ose në teshet e tuja, nuk lejohet ti mu falë, po duhesh me i la edhe teshat, edhe segjadën apo vendin ku kanë ra. A nëse të prek qeni nga trupi i ti, e keni po do qenë, shembull ka prek nga trupi i ti, nuk prishpun, po qëllimi është ligat, jargat e ti, në të mos me të prek në trupin tanë. Këto ishin disa mesele, shkurta në kuptimin e këtij hadithi, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.